Pasrimi kombinuar është një formë bazë pasrimi për tapetet sipas ENR 2210. Për të gjetur procesin e duhur të pasrimit për sipërfaqe të ndryshme tekstili në përputhje me ENR 2210, do t'ju duhet të identifikoni tapetin, sidomos për të dalluar fibrat e ndryshme. Kjo është një fibër vegetale, kjo është një fibër shtazore dhe kjo është fibër sintetike. Duke përdorur një test zjarri, mund të dalloni lehtësisht llojet e ndryshme të fibrave. Fibra vegetale digjet lehtësisht, tymoset dhe mban erë druri apo letre të djegur. Rezultati është hi i bardhë. Fibra shtazore ka një flak natyrale dhe mbrojtje nga tymi, prandaj nuk digjet aq lehtësisht. Ban erë si bri apo flok i djegur dhe mbetjet mund të fërkohen lehtësisht mes gishtave. Fibra sintetike digjet mirë, fibra shkrihet dhe mban erë tipike plastike apo materiali sintetik, dhe pasi fibra është vdokur, mbetjet janë sferike dhe të forta. Për të identifikuar metodat e duhura të pasrimit, shikoni informacionet e detajuara në manualin ton Rengøring Teknik për të shmangur dëmtimin e tapeteve gjatë pasrimit. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pasrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rreshqitjeje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni, çfarëdo aktiviteti pastrimi, sipërfaqet ku do të punohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëparshme dhe dëmi i mundshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet te klienti, blerësi apo mbikëqyrësi. Metoda e kombinuar e pasrimit përfshin trajtimin me shampo dhe nxjerrje pasuese. Për trajtimin me shampo, një pjesë e metodës së kombinuar nevojitet shampo tapeti. Për heqjen e çamçakësve, një sprej i ftohtë dhe për njollat e tërshme në ujë dhe jo të tërshme në ujë, agenti përshtatshëm shpërpërës. Pajisjet që vijojnë nevojiten për pasrimin e kombinuar: një shkumues me fuqë shampoje, një makineri nxjerrje spreji, një fshesë korrenti ose fshesë korrenti vertikale, një lugë dhe leckë të bardha që thithin ose fuqë pastruese. Për heqjen e çamçakësve, çamçakësi duhet ftuar me shok me një sprej të ftohtë. Më pas, duke përdorur anën e harkuar të një luge, kruani çamçakësin nga fibra. Më pas, tapeti duhet të pastrohet thellësisht me fshesë me korrent ose të fshihet me vakum. Për heqjen e njollave, përdorni agentin e përshtatshëm shpërbërës. Me leckën e bardhë që thith, hiqni njollën me lëvizje rrethore nga jashtë brenda. Sasia e duhur e pastruar me shampo punohet në tapet me fuqën e butë. Pas pastrimit të gjithë sipërfaqes dhe kohës së duhur të veprimit, me makinerinë e nxjerrjes së sprejit me ujë të pastër, tapeti shpëlahet tërësisht. Është e rëndësishme të siguroheni që tapeti të pastrohet tërësisht me vakum, që të shmanget ndotja përsëri. Në fund, dyshemeja pastrohet thellësisht me vakum, pas përkatur me makinerinë e nxjerrjes së sprejit, që tapeti të thahet më shpejt.